Katerina, të përshëndesit. Unë prej orëve të para të ditës së sotme Sali Berisha ka pritur dhe ka përcjellur demokrat, por edhe aleat në zyrën e tij në Partinë Demokratike. Disa prej tyre kanë dalur të buzëqeshur nga selia e Partisë Demokratike, por disa të tjerë kanë dalë të revoltuar, madje janë shprehur publikisht në lidhje me situatën. I fundit është Dashnor Sula, deputeti demokrat, i cili ka kritikuar Partinë Demokratike në lidhje me situatën e listave, ka thonë se nuk do të jetë më kandidat i Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit me arsyeën e vetme që sipas tij ai është emëruar në orët e fundit se nuk do të jetë kandidat për arsye se ai është, siç e quan termin skapist, pra është i mbështetës i SPAK-ut. Zoti Sula ka thonë se kjo për mua është një medalje, ndërkohë që ka pasur edhe të tjera reagime, duke nisur edhe me antarin e kryesisë, Griges Muçollari, një ndër më të votuarit, duhet thënë, në qarkun e Tiranës në primare, i cili ka vendosur për të kandiduar në listat e hapura të Partisë Demokratike, teksa na ndajnë vetëm pak orë për para mbledhjes së kryesisë në orën 16, përkatësisht 2 orë deri në mbledhjen e kryesisë dhe mbledhjen e Këshillit Kombëtar në orën 19, tani më është një panoramë pak a shumë e qartë, por sigurisht që nuk do të mungojnë edhe surprizat, duket sikur ata që kanë fituar primaret në disa prej qarqeve të vendit nuk do të jenë në lista të sigurta në Partinë Demokratike, siç është rasti i zotit Muçollari. Qartë, Isa, përcjell në vëmendje të publikut, mund të themi disa prej emrave që janë zyrtarizuar deri më tani, pra ka emra që le të themi dihen saktësisht se do të jenë pjesë të listave të kandidatëve. Sigurisht, ka emra që dihen që do të jenë në lista të sigurta dhe do të jenë deputet. Janë 12 drejtuesit e qarqeve të gjithë Shqipërisë nga ana e Partisë Demokratike që do të jenë në lista të sigurta. Në Tiranë do të jetë padyshim Sali Berisha, sekretari i partisë, Flamur Lloka, sekretari i përgjithshëm Edi Paloka, kryetari i Këshillit Kombëtar Albana Vogshi nga forumi, kryetari i forumit të gruas në Tiranë do të jetë gjithashtu pritet të jetë Besar Xhaferi nga forumi rinor i Partisë Demokratike, gjithashtu nga aleatër pritet të jetë Tedi Blushi me Erisa Gjigjo nga Partia e Lirisë, Shpëtimi Drizzi ose Mesila Doda nga PDU-ja, Fatmir Mediu nga Partia Republikane, ndërkohë që kjo është pak a shumë lista e përmbyllur 12 emrave që do të jenë në listën e mbyllur të Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës. Qartë, Isa, po përsa i përket koalicionit të prej 26 forcash që arriti zoti Berisha që të bënte bashkë, duket se një prej tyre është tërhequr, apo jo? Alianca Maqedonë është tërhequr ditën e sotme nga koalicioni me arsye timin se nuk kanë arritur një marrëveshje me Sali Berishën për të pasur të paktën një kandidat të tyre në listën e hapur të qarkut të Korçës. Nga ana procedurale ligjore është e paqartë se si do të bëhet largimi i tyre nga koalicioni, por gjithsesi kryetari i kësaj partie ka paraqitur kërkesën për dorëheqje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që edhe një tjetër person ka deklaruar se do të jetë në listat e hapura të Tiranës, Ilir Ali Mehmeti, që është i dyti më i votuar në Partinë Demokratike në listën e primareve, ka deklaruar se do të jetë në listën e hapur të qarkut të Tiranës. Duke e parë këtë si një sfidë, të paktën nga ajo se çfarë ka shprehur. Qartë, Isa, mirë, unë të falenderoj shumë që na bëre këtë shpjegim të detajuar, besoj do të kemi mundësi së bashku të lidhemi sërish me të tjerat.